7 shkurt, fitore mbi tundimin, dhe të mos nashtiesh në sprov. Luka 11:4. Biblia na mëson qartë se Perëndia nuk është autori i mëkatit dhe i tundimit. Ai vetë nuk tundon askënd. Jakobi 1:13. Duke qenë se gjërat janë kështu, pse të lutemi dhe t'i kërkojmë Perëndisë që të mos na shtierë në tundim apo sprov? Çfarë po i kërkojmë saktësisht Perëndisë që të bëj apo të mos bëj? Përgjigjen tonë e gjejmë në dallimin e hollë mes provimit dhe tundimit. Kur lutemi, Zot mos na shtir në sprov, ajo që po themi në të vërtetë është kjo: O Perëndi, na ndihmo të mos lejojmë që sprova që vjen prej Teje të kthehet në një tundim nga Satani për të bërë të keqen. Po ashtu, ne i kërkojmë Atij që të mos na shtir në sprova pa praninë dhe fuqinë e Tij, sepse vetëm këto do të na bëjnë që të ecim përmes provave me besim dhe gëzim, në vend që të zhytemi në dëshpërim ose mosbesim. Prandaj, kjo frazë nga lutja e Zotit është e rëndësishme, sepse na kujton realitetin dhe afërsinë e tundimit, gjë që e kemi të nevojshme. Te Zanafilla 4, Perëndia e paralajmëron Kainin. Mëkati po të ruante porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj Teje, por dhe ja ku vjen nxitja. Ti duhet ta sundosh. Zanafilla 4:7. Mjerisht, Kaini nuk u kthye te Perëndia për t'i kërkuar Atij që t'i jepte gjithçka që i nevojitej për të sunduar mbi mëkatin. Përkundrazi, e lejoi mëkatit të sundonte mbi të dhe ta shkatërronte. Në lutjen e Zotit, Jezusi na mëson që të mos bëjmë të njëjtin gabim. Duke pasur parasysh prirjen e mëkatit për të na përpir, ne nuk mund t'i kërkojmë Perëndisë thjesht që të mos na shtirë në tundim dhe më pas të besojmë se çështja është trajtuar. Jo, veprimet tona duhet të korrespondojnë me lutjet tona. Nëse po i kërkojmë sinqerisht ndihmë Zotit për të mos i shkelur urdhërimet e Tij të shenjta, atëherë nuk duhet ta futim veten në mënyrë të pamend, pa qenë e nevojshme ose me dashje në zonën e mëkatit. Perëndia është njëkohësisht i gatshëm dhe plotësisht i aftë për të na ndihmuar që ta luftojmë tundimin. Ai është plotësisht i përkushtuar në beslidhjen e Tij të dashurisë për t'u siguruar që asnjë nga fëmijët e Tij nuk do të bjerë në kthetrat e mëkatit. Nuk do të ketë kurrë rast në jetën tonë kur tundimi për të mëkatuar të jetë aq i fortë, saqë hiri dhe fuqia e Perëndisë të mos jenë në gjendje për të na aftësuar që ta adhurojmë atë, siç na kujton Shkrimi. Besnik është Perëndia, i cili nuk do të lejojë që ju të tundoheni përtej asaj që mundeni, por bashkë me tundimin do të bëj edhe rrugdaljen. 1 Korintasve 10:13. Nuk do të ketë kurrë një dështim për t'i rezistuar tundimit, i cili nuk mund të mbulohet nga gjaku i Krishtit. Prandaj, në çdo situatë dhe përballë çdo tundimi, mbaj mend këtë: në Krishtin e jemi në anën e fitores. Ti mund të rezistosh, sepse ke frymën që të udhëheq dhe të ruan. Me cilat tundime të rregullta për mosbindje po përballesh tani? Në cilat vende ose në cilat çaste kthehen në tundime sprovat e tua? Kërkoja Perëndisë ndihmën e Tij tani, sepse ti ke nevojë për të dhe ai është gati të të ndihmojë.